Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, pini lëng limoni dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Një gotuj të nxehtë me limon në mëngjes duket se është i dobishëm për shëndetin ton në shumë mënyra. Ai dëbon toksinat nga trupi ynë, ndihmon tretjen, lufton rrudhat, lehtëson gjithashtu humbjen e peshës dhe krijon një mjedis alkalik për të balancuar pH-in e trupit. Të gjitha këto veti të lëngut të limonit e bëjnë atë të jashtëzakonshëm dhe tepër të dobishëm në këto situata. Ndihmon në trajtimin e akneve. Lëngu i limonit gjithashtu ndihmon në metabolizimin e humorit acid që qetëson trupin dhe duke parandaluar shfaqjen e akneve. Ju gjithashtu mundet të lani fytyrën tuaj me lëng limoni. Largon urinë dhe ndihmon në humbjen e peshës. Enzimat dhe vitaminat e limonit rregullojnë gjithashtu nivelin e sheqerit në gjak dhe fibrat luftojnë rrudhat. Lëngu i limonit gjithashtu rrit prodhimin biliar i cili ndihmon në prishjen e ushqimit gjatë tretjes. Pastron gurët në veshka. Kaliumi i limonit rrit citratin e urinë dhe mbron nga formimi i oksalateve. Forcon sistemin tuaj imunitar. Ai mbështet sistemin limfatik i cili punon së bashku me sistemin imunitar për të kapur dhe për të zvogëluar patogjenët. Trajton gurët në tëmbë. Ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se lëngu i limonit gjatë vakteve ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuara nga gurët e tëmbëthit. Ndihmon gjithashtu me gripin dhe ftohjet. Limonët nga ana tjetër janë të pasur me vitaminë C, e cila është një antioksidant natyral që forcon sistemin tuaj imunitar dhe ka veti antivirale dhe antibakteriale. Nga ana tjetër, ai gjithashtu ndihmon në kushtet e zbaticës gastroezofageale dhe gjithashtu i bën thonjtë tuaj më të fortë dhe panjolla. Lufton helmimin nga ushqimi, ndihmon në rastet e fibromjalgjisë dhe lodhjes, zvogëlon gjithashtu inflamacionin. Ai relakson muskujt e tij pas stërvitjes, redukton praninë e acidit urik në nyje, ndërsa zvogëlon gjithashtu dhimbjen në kushte të tilla si artriti. Ndihmon edhe në dhimbjen e krijuar pas pirjes së alkoolit. Është dobishme në kushtet e kolitit. Koliti është një çekuilibër i niveleve alkaline dhe acidike në zorr. Lëngu i limonit gjithashtu ndihmon në balancimin e pH-it dhe zvogëlon edhe aciditetin. Pini lëng limoni në vend të ilaçeve nëse keni një nga këto probleme shëndetësore. Lëngu i limonit është i pasur me vlera ushqyese, sidomos flavonoide, të cilët kanë veti antioksiduese shumë të mira. Studime të ndryshme kanë vërtetuar se lëngu i limonit është i mirë për diabetin, tensionin e lartë të gjakut, temperaturën, kapslëkun, tretjen dhe njëkohësisht shumë probleme të tjera të cilat janë të lidhura po ashtu me shëndetin. Ai është i mirë edhe për lëkurën dhe dhëmbët. Sipas shoqatës amerikane të urologjisë, limonata ose lëngu i limonit ndihmon në heqjen e gurëve në veshka. Këto probleme në lidhje me shëndetin munden të trajtohen më mirë me lëng limoni. Rënja në peshë. Sipas studimeve të fundit, sasia e lartë e pektinës tek lëngu i limonit ndihmon në rënje në peshë. Fibra është gjithashtu shumë e mirë për rënje në peshë. Probleme me lëkurën. Antioksiduesit tek lëngu i limonit ndihmojnë për heqjen e akneve, puçrave dhe rrudhave të moshës së fytyrës. Ato pastrojnë gjithashtu gjakun dhe rigjenerojnë lëkurën tuaj. Largon toksinat nga trupi. Lëngu i limonit është gjithashtu një agent i mirë detoksifikues i cili ndihmon për largimin e substancave toksike në trup, ndihmon në pastrimin e zorrëve. Limonët janë të pasur edhe me fibër pektin e cila stimulon lëvizjen e rregullt të zorrëve duke i mbajtur ato të pastra.
Balancon nivelin e pH-it. Një gotë me ujë të ngrohtë me limon në mëngjes rikthen balancën e nivelit të pH-it në trup. Ajo gjithashtu ndihmon edhe me tretjen. Lëngu i limonit përmirëson tretjen duke stimuluar prodhimin e një lëngu që quhet bile, i cili nxirret nga mëlçia dhe ruhet në fshikësën e tëmbëthit. Gjithashtu, lëngu i limonit shërben edhe për lehtësimin e dhimbjeve, sidomos në gjunjë. Të moshuarit duhet patjetër që ta konsumojnë këtë lëng në mënyrë që të mos kenë probleme me kockat. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim me arsyet përse ju duhet që të hani limon çdo ditë. Limoni është një nga llojet më të dobishme të frutave, të cilin ju mundet që ta përdorni në mënyra të ndryshme, nga shtimi i tij në çaj gjatë stinës së ftohtë deri te ëmbëlsirat e shijshme dhe si shtesë në vaktet tuaja. Ngrënia e limonëve është e dobishme për shëndetin dhe këto janë disa nga përfitimet më të zakonshme për të gjithë trupin, i cili lidhet edhe me shtimin e përditshëm të limonit në dietë. Janë të pasur me vitaminë C. Limonët dihet se përmbajnë vitaminë C, një vitaminë e cila është e dobishme dhe që forcon sistemin imunitar, ndihmon trupin që të luftojë edhe ftohjet dhe përmirëson shëndetin tuaj të lëkurës duke rritur prodhimin e kolagjenit. Ndikimi pozitiv në humbjen e peshës. Limonët janë gjithashtu të ulët në kalori dhe të pasura me fibra, veçanërisht edhe në pektin, e cila mundet gjithashtu të ndihmojë në zgjatjen e ndjenjës së ngopjes dhe zvogëlimin e dëshirave të përgjithshme për ushqim, duke i bërë ato të shkëlqyer për humbje peshe. Ato përmirësojnë tretjen. Pirja e ujit të ngrohtë me limon është gjëja e parë në mëngjes, e cila mundet të ndihmojë në fillimin e punës së sistemit tretës. Limoni stimulon prodhimin e lëngjeve biliare, e cila ndihmon edhe në zbërthimin e ushqimit dhe përmirësimin e përthithjes së lëndëve ushqyese. Mbështet gjithashtu shëndetin tretës. Vitamina C, fibra dhe gjithashtu përbërësit e bimëve në limon janë të njohur më shumë për të ulur presionin e gjakut dhe kolesterolin, duke ndihmuar në uljen e rrezikut të zemrës. 2 limon është i pasur me të gjitha lëndët ushqyese. Parandalon gurët në veshka. Acidi citrik në këtë frut mund të parandalojë rritjen e gurëve në veshka, duke rritur volumin e urinës dhe duke ndihmuar në largimin e mineraleve që mund të shkaktojnë formimin e gurëve. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Antioksidantët me limon ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat dihet se shkaktojnë plakjen e lëkurës. Vitamina C në limon ndihmon në reduktimin e linjave të imta dhe rrudhave dhe ndriçon tonin e lëkurës. Zvogëlon inflamacionin. Limonët kanë veti antiinflamatore, të cilat munden të ndihmojnë në reduktimin e ëndjes dhe dhimbjes në kushte kronike si artriti. Ato janë gjithashtu të mira për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm të kyçeve. Freskon frymëmarrjen. Limonët kanë veti antibakteriale që mund të ndihmojnë në vrasjen e baktereve në gojë, duke reduktuar erën e keqe të gojës. Megjithatë, sigurohuni që të shpëlani dhëmbët me ujë dhe më pas për të mbrojtur dhëmbët nga aciditeti. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.